Rikthehemi sërish në studio për të folur ose për të dëgjuar një rrëfim shumë interesant. Shpeshherë ne na ka ndodhur në jetë ose shumë njerëz mund gjenden sot me historinë e Elvana Ligut, e cila ka ndryshuar tërësisht, mund të themi, profesionin e saj, pasionet që ka pasur më përpara, me atë çka ajo bën sot. Një trajnere fitnessi, por që më parë ka qenë ekonomiste, është marrë me administrim biznesi. Mirëmëngjesi, Elvana. Mirëmëngjesi, Elvana. Një trajnere super cool që ke qenë ta shikosh njerëz, shumë komplimenta edhe për fizikun tënd. Si ekonomiste njerëz dukesh fare. Si trajnere mbase. Edhe ndoshta. Jo, edhe je pak për shtypje, mbase nga veshja sot, mendoj unë. Natyra ime është goxhak shumë menaxheriale si karakter, organizative. Ndoshta nuk e tregoj shumë në pamje. Është për shtypja e parë. E dim që ka pasur disa gjëra që kanë sjell këtë ndryshim në profesionin tënd, por dua ta nisim që në fillim, që në dëshirën për ekonominë, administrim biznesi. Thash, nga natyra ime pak shumë menaxheriale si karakter. Gjithmonë të ka pëlqyer. Më pëlqente pikërisht kjo degë e ekonomisë, menaxhimi, jo financa, sepse ekonomia dihet që ka degë të tjera. Pastaj ishte edhe pak ajo nevoja që ti kur je 18-19 duhet vendosësh diçka që të jetë edhe fitimprurëse për jetën tënde. Pra nuk zgjedh dot një profesion. Një profesion që prindrit gjithmonë e thonin. Që thjesht je ke qef, prindrit po gjithmonë duan të ushqejnë ato ëndrat apo dëshirat e tyre që ndoshta si kanë realizuar dot. Dhe ishte edhe pak thash zgjedhje interesi për që në të ardhmen të kisha një punë më të mirë, të ndihmonte patjetër për të rritur djalin, se kam dhe një djalë. Dhe kjo ishte zgjedhja më e mirë për kohën. Kisha një dëshirë pak juridik për avokate, por mat nuk e kishte dëshirë të përziesha me këto avokatëritë dhe me këto sikletet. Gjatë asaj kohe ke qenë tip sportiv? Unë kam qenë gjithmonë tip sportiv, por në sensin shumë aktive. Kam ecur gjithmonë shumë, më pëlqen shumë të eci në këmbë. Është një lloj terapie psikologjike shumë e mirë. Ka raste që kur debatoj, si me tim birë, si me tim shoq, unë vë kufjet në vesh, iki, dal nga shtëpia dhe heci që të shkarkoj ato. Se tani e ke zgjidhur ti me energji tek këqija e ke zgjidhur palestër. Nuk e heqi dorë, sepse edhe makinat, sidomos trafiku Tiranës, të nxjerr nga shinat, edhe unë kam hequr dorë. Patjetër. Elvana, si ekonomiste ti ke punuar për vitesh apo jo? Po. Sa vite u bën atë profesion? Plotësonte? Po thuaj 16 vite. Wow. Po, më plotësonte, sigurisht siç funksionon në Shqipëri që ti nuk bën dot një karrierë shumë të gjatë për të fillosh aty në atë kompani dhe të mbarosh aty. Kam ndruar 2-3 kompani në eksperiencën time të punës, por kanë qenë shumë të kënaqshme sepse ishin po menaxhim, po në kënd vështrime të ndryshme. Pra njëherë kam qenë aviacion civil, njëherë kam qenë në ndërtim projekte. Të përmbushte si profesion, pra në fund të ditës përveç të ardhrave ti ishe e lumtur që po e bëje? Kur ishe kaq e lumtur, çfarë të bërit? Pse ishte kjo kthesa që ndryshoi komplet faqen jetën tënde? Doti një fatkeqësi e papritur, që unë humba timat shumë papritur, ai ishte tip shumë sportiv, shumë i ra, një ishemi cerebrale, dhe 5 ditë vuajtje në spital ndroi jetë. Unë në atë periudhë jetoja jashtë, kisha pak që nuk e shikoja dhe merrdi shumë bombë, plus që unë kisha lidhje shumë të fortë me timat. Një goditje e fortë emocionale. Ishte jashtë masa. Unë si natyrë jam shumë karakteri fort, kam përballuar dhe probleme në jetë, si të gjithë njerëzit. Aty te imat, domethënë kam arritur në kufit e depresionit. Nuk po e përpunoja dot fare. Dhe nuk e di çfarë ishte mbas 6 muajsh të humbjes së tij. Ima më mbeti vetëm, unë kam një vlla po jeton në Kanada për 24 vitesh. Ndryshoi jeta gjithë në këtë aspekt. Pas 6 muajsh, unë u ktheva në Shqipëri se nuk mund ta lija maman vetëm. Ajo e përjetoi po ashtu keq edhe pati dhe ajo pastaj kalvarin e problemeve të shëndetit. Pas 6 muajsh nuk e di çfarë mundes një dritë. Unë besoj shumë që ka qenë ndoshta ndikimi i Timeti, se unë i besoj në çikto njerëzit të dashur nëve gjithmonë na mbrojnë. Kemi ose jo fizikisht pranë, gjithmonë na japin një lloj energjie. Dhe kam idenë që diçka mua më tha çau të shkon pales. Një lloj kliku emocional që të shtyu, pra një ndryshoi diçka brenda teje. Nuk po gjeja asgjë që unë të ndihesha e qetë përveç se këtij aktiviteti. Domethënë nuk di të ta them eksaktësisht se çfarë ndodhi te koka ime. Ishte fiks kjo që diçka mua më shtyu një dritë. Pra nuk është se ishte për të pasur një ndryshim
ndryshim në pamjen tënde? Nuk po e them se më thosh të shërë mos e thuaj se do e kesh anti-reklam, unë fizikisht kam qenë gjithmonë shumë mirë. Nuk kam qenë asnjëherë shëndosh. Sepse ushqimin e mirë e kam dash gjithmonë, në sensin je kujdesur. Unë dua ta një copë mish me gjak të mirë, kështu dëshira shka. Dhe ajo gjendja emocionale që unë kisha edhe një problem sepse ajo varet se si të kap. Çdo njeri ka mënyrën e tij. Mua më kapi me një lloj mlefi me gjithë botën. Kisha një energji, një gjithë keqe brenda vetes time që nuk jam në natyrë negative dhe e vetmja mënyrë si e kam shfryr ka qenë stërvitja, po më besoni. Kur dilja nga aty, unë sikur kisha dal nga një terapi me një super psikolog më të mirë. Qëndroj gjatë në palestër? Një orë gjysmë, kam pas bërë shumë pesha, kam bërë deadlift 120 kg, që ishte më shumë se 2 fishi peshës tima. Unë isha 50 ca kg, dhe ngrija 120 kg me një lloj kështu dhe kur e përplasja atë peshën në tokë, sepse deadlifti I tillë është, kisha një shkarkim emocional fantastik, dhe kur dilja nga aty isha totalisht qetë, relax. Bilas kisha dëshirën as të shkoja në për kafene me shoqet, unë jam shumë sociale si natyrë, po mbas atij shkarkimi dhe asaj qetësia, nuk kisha nevojë për këtë zhurmën e kafeneve këto. Kishe nevojë sërish të qëndroje në paqen tënde. Dhe e kam ruajtur kështu në mënyrë fanatike. Dhe sa kohë tu desh, pasi ti hyre në palestër, fillove të merreshe, të shkarkoje energjitë negative, fokusit të vetja, po kur e pe pastaj që po kthehej deri diku në një lloj pasioni që mund të shkonte edhe në profesion, siç është sot. Sa kohë tu desh? Që ta lije totalisht dhe profesionin si ekonomist. Dhe më thënë, unë që kur fillova palestrën, fillova të studioja. Jam qik natyrë studioze, më pëlqen të di gjëra, të lexoj. Qofshin edhe jo të fushës tima. Më pëlqen të... Edhe fillova lexoja sepse pash edhe pak që në për palestra, se po flasim dhe po thuaj 12 vite para. Mund të dukem pak, por... Në Shqipëri s'ka që në është zhvilluar. Jo, atëherë, jo. Dhe më thënë, unë po e bëj kështu si... Sa palestra kishte në Tiranë atë kohë? Ka padur edhe në përlagje, në fakt, po ishin burrash. Ishte vetëm burra. Nuk është se shkonin shumë vajza. Të pengon të kjo? Jo, unë zgjodha 2-3 palestra të fillimit fare, ka qenë diku aty te bulevardi Zogu Par, ishte vogël, po kishte edhe goca. Po jo. Dhe në ato fillimet e mia, shpeshherë nga që më shikon edhe me këto pesha të ndaja, thoshën ao si burr. Ngrëgjit ato pesha. Unë e kisha nerv, nuk e kisha burrëri. Ishte ajo gjoja. Nuk prekeshe nga këto. Se ka ndodhur që e pasere vajzat që kanë formuar një trup. Sidomos kur të thonë burrat si burra jo, janë gra ata me sa duket. Sa e bukur. Më pëlqeu kjo. Se si ngrinin do të vetë pesha ato, nuk e kishin se si pëlqente. Ta thonin në sy, Elvana apo e gjoje kështu vërdall. Por gjithsesi kemi këtë guxim ne si popull. Ne na pëlqen që pas shpina i kemi shumë qef gjëra. Ose do I komende për rrjetet sociale me Instagram fake. Ato janë të pa evitueshme, po unë them që ta njerëzit nuk e kuptojnë që pa dashje, duke bërë këto komente të shëmtuara me një njeri që as nuk e njohin, as I ka bërë keq, tregojnë që se janë mirë me veten e tyre, pra nuk kanë problemin me ty, kanë vetëm me veten e tyre, dhe prandaj nuk I marr asnjëherë personale. Janë ndjerë të sfiduar në këtë rast. Unë shpeshherë që më vjen keq për ju që si jeni mirë me veten, a them me veten time. Po unë jam aq shpirë me veten time, sa nuk kam asnjë problemi, mund të thuash çfarë të duash. Nga momenti që nuk të kam prekur dhe s'të kam bërë keq, sepse. Dhe kjo është zgjedhja e dur. Dhe më pas ti fillove të studioje. Fillova të studioja edhe për faktin që shikoja që instruktorët e palestrave nuk kishin shumë informacion të mirëfillt. Që të shikoje që nuk... Pra ti, kur fillove, kishe dikë që të ndihmonte? Okej. Unë kur fillova, instruktori kur më pa, më tha sa vite ke që stërvitesh, sepse më pa që isha trupi I rregullt, I thash asnjë vit. Bile unë kam qenë duampirse për shumë vite dhe e lash cigaren pikërisht kur humba timat. Domethënë unë thash nuk do e prek më me dorë, edhe aty diçka një dritë, një klik. I mat cigare nuk e donte jo për paragjykim, po kishte hallin e shëndetit. Bila I thoshte se edhe nga Vlora me origjinë, në I gotë pinte raki, dhe thoshte më mirë pi një gotë verë se sa pi këtë helmen. Edhe unë si duket aty më ka dhënë një kështu dhe thash nuk e prek më me dorë, po 20 vite duampirës, nuk e preka më me dorë vërtet. Thash dhe nuk e bëra më, kam 12 vite që nuk pi cigare dhe as nuk më shkon mendja të fus tym në trupin tim. As në fillimet kur e morë vendimin? Jo fare, unë thash nuk e prek me dorë dhe nuk e bile kush më njite, nuk e besuan. Ta në mëse vana do ndezi prapë se dihet ajo varësia, se varësia është problem.
Por unë them që Po t'ju bre varu nga palestra, jo nga Doani. Nuk besoj që ma ishte palestra, sepse unë e lash para se të filloj. E le para. Thjesht thash, unë nuk e prek po me dorë dhe ndodhi. Jam dhe në qik natyrë, që gjërat që i them i bëjnë, nuk jam tip që flas kot. Dhe po të thosha që nga mënyra se si më shpjegonin ushtrimet, nuk është se më dukeshin fort të pregatitur. Përveç që unë që e vogël kam pas të manin që të bëja punë gjërat ndihmoja, se atëherë ishte edhe se bepi hajde të dalim për jashtë, se s'na linin me dalë shumë për jashtë, thotë ti vinin lata e druve për shumë, se unë kam një X mosh. Unë o burra të ndihmoja mamin ose babin t'i ngrija, dhe kam abuzuar pak me mesin, her pas here kam në dhimbje të lehtë mesi. Pra unë e dija që nëse ti bën veprimet pa ditur se çfarë po bën, edhe mund të dëmtohesh. Dhe prandaj palestra është një vend shumë i mirë për shëndetin, por duhet të kesh shumë kujdes me ushtrimet, sepse mund të dëmtohesh. Po ka dhe dëmtime shumë të rënda, që janë problematike. Dhe pas sa kohësh, pastaj kur ti, përveç se kishe çlirim stresi, fillove të studioje, pas sa kohësh që nisi palestra nuk ktheve në një trajnere? Trajnere Mirfield kam shumë pak, në sensin që t'jem kështu publika. Sepse gjatë ti më shoj që unë merrem, i bëj programin, unë i bëj ushqimin, unë i bëj dietën. Falas ajo? Ai falas. Po më jep dashuri edhe është i dëgjueshëm. Se ke dhe klient që nuk dëgjojnë, edhe është shumë e lodhshme. Është e lodhshme që ti t'i bindesh njerëzit që investimi më i mirë në jetë është shëndeti. Nuk të dëgjojnë zakonisht kur bëhet fjalë për ushqimin, apo çfarë? Shiko, me stërvitjen edhe pse ka ndryshuar shumë mentaliteti, ka shumë vajza dhe gra, nuk po i quaj femra, se nuk e di pse e quaj në ofendim, po gjinia femërore është në fakt. Stërviten, por janë akoma me teorinë, për shumë një vajzë po më thoshte një ditë aty te palestra jonë, kam filluar se shikoj që i bën shumë gabim ushtrimet, edhe unë më vjen keq edhe i them mos e bëj kështu se të vritesh. Më tha, unë kam filluar për trendi, tha se ka dalë në modë, tha. Hajde ta bëjmë një foto. Ta tha dhe kështu. Po unë si ekonomiste, se nuk më del ekonomistja nga vetja, filloj bëj llogarinë, them një investim duhet ketë një kthim. Cili është kthimi i këtij investimi që po bën? Like në Instagram, po. Mirë, po. Realiteti. S'është mua më duket fitima ime thënë drejtën. Edhe ajo në vetë është humbje, po. Një like kështu nuk i kushton askujt asgjë. Do të thënë sikur të pëlqejnë 100 veta në jetën reale, është surreale, se nuk ke 100 veta në të vërtetë që të kanë. Kështu që i pari që të besoj ishte bashkëshortja apo jo? S'ka fare vështirësi për ta bindur. Jo. Ai e kishte e fute në trajnim. E kam partnerë, po. Është bërë kështu si, se nuk jemi të martuar me firmë. Sa mirë ja ke bërë me thënë drejtë. Jo, John Boy stilo lapsi. Je shumë mirë. Ai kishte, ti doje që ai të unë të pesh, apo thjesht për të përmërës? Jo, në palestër, ai stërvitej, por e bukra e ti, se është... Bëndë edhe ai gabim. Jo, ai bëndë edhe ka bërë pesha shumë, duket që nga formimi që ka. Por, kur e kam njohur, ishte 105 kila. Pra stërvitej, hantë stërvitej dhe ishte një... E kishte masë muskulare? Jo, kishte edhe dhjamë sipër. Është ai miksimi klasik i bashkëve shqiptarë, që janë kështu të mëdhenj, me një krah që ka muskull, po ka. Jo, është edhe ajo është tjetër standard në bodybuilding. Ata janë me steroide, me hormone, kanë gjëra tjera. Edhe bile rastësisht se dëgjoj një ditë që fliste me dikë dhe i thoshte unë ha 1 kilo fileto në ditë. Dhe unë isha kështu, oh my god, ku i fut 1 kilo? Sepse atëherë ishte, prandaj them që ka ndryshuar dhe informacioni. Atëherë ishte ideja që duhet hash sa më shumë edhe të stërvitesh. Po të marrësh proteinat, po. Dhe ndërkohë unë çova 87 kilo. Vuajti shkreti nuk ëngri. Nuk është e vërtetë. Dashuria bredi çik të vetën, ë? Jo, po flutura në stomak. Problemi është që neve na ka ndryshuar edhe sensori në mendjen tonë, me sasinë e ushqimit. Ne mendojmë që duhet ham, nuk e di sa pjata që të ndihemi të ngopur. Ose duhet të ndihemi vazhdimisht të ngopur, ndërkohë që nuk ke pse të ndihesh. Sa shumë hëngra, se e dëgjon shumë shpesh këtë. Ose i ngopur ka diferencë me i mbushur plot, domethënë. Dhe njerëzit nuk është. Po mirë, Elvana, kjo si profesion. Sa, më thënë, në sensi fitim prurës është në krahasim atë çka ti bëje më përpara? E pe mirë? Jo. Thjesht ideja është që është edhe një gjë tjetër në moshën që unë jam, se jam pothuajse 46. Kam bërë atë gavetën që i thonë, pra eksperiencën time, kam bërë sakrifica plot sa të duash për të bërë punën, për të duruar sikletet. Kam krijuar një lloj stabiliteti ekonomik,
që më lejon mua të ndjek tani edhe pasionet. Pra, është një pasione më tepër se sa... Pra, të bëj një punë, sepse në fund të ditës është punë, ti do punosh me njerëz dhe është shumë delikate, që kanë ndjeshmëri të tyre. Ka përgjegjësi të madhe mbi gjitha. Absolutisht. Dhe ju ktheheni edhe në një lloj psikologu për... Po, sepse edhe ajo që unë kam studiuar që është nutricion integrativ, që në Shqipëri nuk njihet shumë, kam bërë një kurs 1 vjeçar online, ajo nuk është miksim vetëm ushqimi. Bile unë të bëj një mënyrë të ushqyeri, por jo dietë drastike, nga këto dietat që ti duhet rish me orë të gatuar, se jeta është shumë e shpejtë. Pra ti duhet gjesh gjëra që janë shumë të shëndetshme, shumë ushqyese, por që ti mund t'i përgatisësh shumë kollaj. Ku konsiston kjo lloj diete se jemi të interesuar në këtë? Që mos vuajnë dhe trim pa ngrënë. Unë për shembull dhe filloj e para fare, sidomos me mosha 30+, e kam përcaktuar pak sepse fillojnë ato problemet hormonale, edhe pse sot shikojmë vajza të reja me PCOS, 1 në 2 janë me problem të sindromës qistitit ovarian, që unë kam vuajtur vetë para shumë vitesh dhe psova një kalvar nga kjo fakti që askush nuk më pyeti çfarë ha, çfarë bën, çfarë jetë ke, po më dhan vetëm hormona dhe nuk kemi kohë ta shpjegoj se është shumë e gjatë çka kam kaluar. Si fizikisht, si edhe ekonomisht për të rregulluar problemin që më shkaktuan hormonet. Kështu që është një dhe po thosha që jam fokusuar më shumë te 30+ për shkakun e problemit hormonal. Në atë reja që mund të kenë dhe kur e filloj sidomos trajtimin me dietë, nuk quhet dietë, është mënyrë të ngrënë. Pra ti do edukohesh që do hash ashtu sepse ajo është më e mira për ty. Bëj një pyetësor në fillim dhe pastaj shikoj për çfarë mund të kesh nevojë ti për ndonjë analizë që mund të jetë specifike. Pra unë nuk jap analiza pafundse, ndonjë gjë të tillë. Se nuk kam as në interes unë që të shkosh të bësh, unë s'kam laborator analizash, kështu që unë nëse të them diçka e them për të mirën tënde dhe në bazë të problematikës që për fat të keq më vjen keq ta them, po nga gjithë klientët që kanë vetëm njëra nuk ka problematika shëndetësore, gjithë të tjera Hashimoto, tiroidja është bërë në masë. Dhe i kam të gjitha me problema, kocka, tiroide, kjo, ajo. Nga se vjen kjo? Ivana, mendon se ka një shkak që është rritur kaq shumë? Unë do them një gjë që nuk i pëlqen sidomos Ballkanasve, jo vetëm shqiptarëve, sheqeri. Brumrat dhe sheqeri janë helmi i korave moderne. Vetëm se në Shqipëri dhe Ballkani, po Shqipëria nuk paraflasin shumë për këtë, se po të dëgjosh, sidomos Amerika që vuan, sepse ka pësuar nga smundjet që vinë nga ushqimi jo i mirë, flasin shumë kundër sheqerit. Dhe me thënë, unë kam thënë 2-3 herë dhe kujdes se keni trurin të inflamuar, sepse detyrimisht më vjen të flas me ca terma se ashtu kam studiuar, dhe kam shoqet mia të farmaciste ose mjeke që më thonë, Vana, të lutem thuaja shqip se nuk e kuptojnë. Ai sheqeri ju dëmton trurin. Po na bën dhe një çik të lumtur. E ke shumë gabim. Më beso. Momentalisht na bën të lumtur. Më vjen keq ta them, se unë varësit i urrej, është varësi. Dhe që nga momenti që në atë pyetësorin që u bëj, përgjigja klasike, po thuaj se e të gjithave, është që më thonë edhe meshkuj, se unë trajtoj dhe meshkuj, po i zgjedh. Si i zgjedh? Në çfarë sensi e thuaj? Meshkujt duhet të jenë nëpërmjet të njohurish. Është pak problem tjetër me meshkujt këtu. Mendova se i zgjedh në bazë specifikave shëndetësore profesionale. Për shembull, njëri që kam është me Hashimoto, përveç të tjerash. Po. Zgjedhja është në sensin që shpeshherë shkruajnë se të shikojnë shumë nga pamja dhe hajde se po i shkruaj të më stërvisit, dhe ndërkohë nuk është ai qëllimi dhe unë nuk kam dalë për të bërë njohjes. E ke njohur tashmë. Jam shumë në rregull. E ke ndjerë her pas here këtë lloj parajgjykimi Elvana dhe në palestër kur të shikojnë ty vaj si stërvitet shumë në formë, edhe gjej një formë tani për të ngacmuar, për të të afruar, si qasesh? Jam çik shumë, do me thënë ka njërës që kur më shofin kështu thonë sa e njëri e sa e qeshuria, por në palestër jam shumë e egrë. Strikte. Po të shofësh, nuk jam, vë dhe kufjet, edhe nuk jam. Shiko, edhe po nga të mua më mendoj që vlerësim është. Aq më tepër kur komplimentojnë trupin. Kam përshtypjen nga çmimet më të mëdha të jenë në fazën e stretching, pa kalu ke deadlifti. Po jo. Më ka ndodhur njerëz se më kujtojnë para shumë vitesh, 10 vite, që ishte kjo periudha që unë bëja shumë pesha dhe ne shpeshherë jemi kështu që gjehemi nëpër palestrat e Tiranës se ndron çdo 2-3 vite ti ndron në vend dhe
kemi fytyra që njihemi se i shkojmë pas njëri tjetrit në për palestra dhe janë ca çuna që më njohin që atëherë që sot e kësaj dite thonë vana sa pesha ke pas bërë që tremje gjithë çunat e palestrës iktin se s'ja dilnin dot. Dhe një herë ishte dikush që duke shumë intelektual kështu në pamje, më shikonte për së largu po nuk fliste. Vjen një moment më thotë mua ke edhe shumë te kjo vegla dhe unë them jo edhe pak edhe po mund të punoj më radhë. Ai ngeli një moment dhe pash që ngeli. Po nuk foli. Mbaroi atë ushtrimin, mbasi mbaroi më tha mua më falta po do ta them se nuk e mbaj dot. Më thuaj thash kisha përshtypjen që ti do ishe shumë mashkullore, po nuk ke lidhje fare, jo shumë femër, tha edhe kur fliske. Çfarë priste zot të trashe? Doja të thosha në fakt shif nofullon njerëz, se po që nofulla shumë e madhe edhe mund të presësh në një zë më burrëror, po unë nuk kam asgjë që t'jem, mua nuk më ka ndryshuar fizionomia fare nga stërvitja, dhe ai mentaliteti që thonë mos bëj pesha se bëhesh si burr, nuk dua të ofendoj askënd, po është munges njohurish, nuk është quaj ignorancë. Pra nuk e di që ti si burr bëhesh nga testosteroni, nuk bëhesh nga peshat. Ti mund të ngrësh një pallat në kurriz. Hormonet janë ato që neve na ndajnë nga meshkujt dhe hormonet janë ato që kryejnë rolin më të madh në shëndetin tonë. Elvana, me që jemi të kjo pjesa e ngacmimit që the jo po djem të afrohen, në rastin e partnerit ju afrove ti? Apo i ty? Jo, mu afrua, se kësha vërreve, thënë drejtë, nuk dua ta ullë, po unë jam, ta thash, në palestër unë kam shkuar dhe e kam pasur vënd të shenjtë, më kërkone shoqet të stërvitëm e bashkët, të shaj jo, se ju nuk stërvitane. Okej, dojë për shëndrim të plot. Po. Pastaj diti se si ma mori mendjen, se bërë shumë humor, ka batutat bukra, po ishte ai. Ishte ai, çfarë të thas? Ishte qasja e parë. Ishte duke ngritur në një peshë në një gjë, tha ndihmoj. Unë ta kam taksur, thot, se më ka thënë një herë o zyshe. Se kuptoj që unë dija çfarë bëja. Edhe tani që unë i hyra shumë seriozisht kësaj gjësh, më thotë që ta kam taksur, të kam thënë që ditën e parë o zyshe, ja zyshu bëre. Ishte të lezetshëm. Unë jam e sigurt që gjitha gocat e djemë që stërviten në ty janë me shumë fat, sepse më pëlqejnë shumë njerëzit që janë pasionant në atë që bën. Duke pasur pasion, kurse si nuk mund të bësh gabime, as te vetja pa as te të tjerët. E bën me dëshirë të paktën, edhe nuk është qëllimi kryesor të marr sa më shumë nga ky njeriu dhe sidomos kur ke pushë njerëz. Më thënë, si lindi për ta marrë, se jam shumë kuriozitet, pra more një mikeshën tënde që fillove ta trenoje? Po, jam bërë dhe shoqet e mia, kur uleshin për dreka, për darka, për kafe, për çdo gjë pyesin Vanën. Ta marrë këtë suplementin, si ta bëj, ku ta bëj. Dhe edhe ato her pas here më thoshin ore bëj profesion se ti ke kaq shumë informacion dhe na mëson kaq shumë gjëra se edhe kuptohet që unë kur ulem për të ngrënë një drek për shefin tim dhe vazhdoj flas po për këtë gjë, kuptohet që je shumë e lidhur me të. Nuk është se bëj ma... Patja. Mendon Elvana se ke gjetur veten tani? Po. Domethënë për të gjë eksperiencë që ke kaluar. 17 vitesh mund të bëj diçka tjetër, nuk dihet se kemi kohë gjithmonë për të bërë gjëra. Por për momentin unë shikoj jetën goxha gjatë, me thënë të drejtën, dhe je shumë optimiste. Do ta them edhe këtë edhe e besoj që ne kemi, siç e kam vënë në Instagram, se unë ato që them atje përveç që i kam eksperiencë timen, po i besoj fort. Nuk kam asgjë marketing, dhe në marketing jam shumë e fortë, se më ka bërë profesioni më parshëm. Po, unë e besoj shumë që njerëzit e kanë forcën gjenetike të themi, jemi ndërtuar për të jetuar gjatë. 100 vjet është normale, po të shkojmë 100 vjeç. Problemi është që ne dëmtojmë vetë-vetën. Gjërat që hamë. Me ushqimet, me mënyrën sedentare që rrim gjithë ditën ulur, që s'lëvizim fare. Dikur ishim gjithë elegant. Po. Edhe fëmijët, ne luanim gjithë ditën jashtë, unë luaja gjithë ditën jashtë, kam pas mamin mësuse, dhe mësuset kanë qenë gjithmonë shumë strikte, nuk më linte të rria sa doja, unë s'ngopesha. Fëmijët sot nuk lëvizin fare. Patjetër, do ndryshojnë shumë gjëra. Po, tani që u njoh me ty, jam i sigurt që të ndihim do na bashkohesh për tema që mund kemi edhe për të dhënë mesazhe shumë të rëndësishme sa i përket edhe fitnessit, edhe jetesës së shëndetshme. Elvana, ishte shumë kënaqësi që ndavi këtë bisedë me ne. Shumë sukses. Inshallah për ca vite nuk e ndryshon këtë profesionin se na duhesh. Jo, do rri për gjatë, se ka për të mësuar akoma. Sot sheqer nuk do ham, nesër nuk e dim. Sot mos e hani, për juve, jo për mua. Ishte shumë të mirë, ju falenderoj edhe sukses. Faleminderit. Je shumë e mirë. Shumë e mirë, por unë me Elvanën jemi në një palestër. Unë jam e re. Mirë, këshilla aty se e ke fatë që e ke aty, mund të marrësh këshilla. Mirë, i kemi reklama dhe vim pas pak me një super panel.